starton në këtë moment ky ballavaqimi Gjiros së 6. Mundësia e Arkimit. Salleti shtopi në zonë dhe 1-0. 1-0 Prishtina, Super Mario. Shohim edhe një herë. Briljant Arkimi. Goditja me kokë po ashtu. E pandalshme. E plisat janë në eporsi. Topi para, një super as për Prishtinën tani. Taipi, mundësia për 2-0 këtu. Taipi, goditja. Shohim edhe një herë tjetër rasti i Taipit. Mundësi ideale për Prishtinën që të dyfishoj epërsin në këtë ballavaqim. Një pasimi gabuarit i shansi këtu për Prishtinën e re. Berisha, shumë i rrezikshëm. Prishtina e re me këtë goditje të Astrid Berishës. Ndërhyrje pa lejuar kjo. Ishte e qartë. Kartoni verdh për të anulohet është i kuq. Prishtina e re mbetet me një lojtar më pak në këtë pjesë të dytë. Lajm shumë i keq. Pasimi gjatë. Ardian Muja. Iljevski në zonë, afrohet edhe Paftiu. Muja. Arkimi i tij, shansi këtu dhe 2-0. 2-0 Prishtina. Ky gol sigurisht është një gol qetësie. Ja, shohim edhe një herë tjetër. Ardian Muja me një tjetër asistim. Të gjithë lojtarët e Prishtinës realisht në super form. Po shënojnë, po asistojnë, po fitojnë, çka është më e rëndësishmja. Topi drejt krah të djathtë, çon tani Blendi Paftiu, një super mundësi për Prishtinën. Paftiu! Dal nga dal Prishtina me paraqitje të mira. O, çfarë gabimi këtu nga Mamengi, jep një mundësi Prishtinës së re. Kjo goditje. Ja, vetëm shikojeni. E vodhi topin Berisha dhe provoi nga një pozitë ku dikush tjetër. Ahmeti, Taipi, goditja. Biport. Perfekt për notën 10 Blendi Paftiu me atë pasim. Janë aksioni për Prishtinën, kjo goditje. Ardian Muja, vjen Arkimi, Shillova, provon në këtë formë, nuk ja del, nuk vjen goli. E mbyllet gjithçka, Prishtina dhe Plisa tregojnë se e kanë shumë seriozisht këtë edicion.